Ky meditim që do të dëgjosh tani lidhet me largimin nga stresi dhe nga mendimet negative që mban në mendje gjithë kohën. Prandaj titullohet ky meditim Qëndro larg stresit. Mirë se vjen në botën e meditimit. Sa mirë që je këtu për ta lehtësuar veten nga mendimet që të lodhin gjithë ditën. Falë fuqisë së mendimit që ka secili prej nesh, na ndodh shpesh herë që të jemi në një rreth të mbyllur të mendimeve negative që na kontrollojnë. Në vend që ne të kontrollojmë mendimet tona. Me këtë lloj meditimi duam të kthejmë mendimet përsëri në drejtimin e dur, në mënyrë që të kesh gjithë energjinë e dur për të organizuar jetën tënde më së miri. Vendosu në një pozicion ulur. Kujdesu që shtylla kurrizore gjatë meditimit të qëndrojë drejt, sepse pozicioni që mban në meditim ndikon në cilësinë e meditimit që bën. Atëherë, le të fillojmë. Merr frymëthell për 4 sekonda. Mbaje frymën për 1 sekondë. Nxirre frymën për 4 sekonda dhe mbaje përsëri frymën për 1 sekondë. Ritmi i frymëmarrjes son përcakton dhe ritmin e shpirtit tonë. Përqëndrohu me vëmendje tek frymëmarrja jote. Lëri mendimet më njanë për një moment dhe fokusohu tek frymëmarrja jote. Pasi të mbarosh meditimin, kthehu prap tek mendimet që le më njanë. 4 sekonda frymëmarrje të ngadalt dhe 1 sekond mbaje frymën. 4 sekonda nxirre frymën dhe 1 sekond mbaje frymën. Lere gjithçka të shkojë. 4 sekonda merr frymë, 1 sekond mbaje dhe 4 sekonda nxirre frymën. Thellë e më thellë relaksohu. 4 sekonda merr frymë, 4 sekonda nxirre frymën. Lëre gjithçka të shkojë. Përqëndrohu vetëm tek frymëmarrja jote. Mbaje ritmin e frymëmarrjes dhe imagjino se si me frymëmarrjen e thellë merr dritë dhe pozitivitet në trup dhe me nxjerrjen e frymës nxjerr gjithë problemet dhe mendimet e këqija. Me frymëmarrjen mbushu me energji dhe nëpërmjet frymënxjerrjes nxirri mendimet negative jashtë. Gjithçka negative lere të shkojë. Edhe një herë, merr dritë nëpërmjet frymëmarrjes dhe energji dhe lëre sikletin dhe negativitetin të shkojnë. Merr frymë gjërat e mira dhe lëshoj ato të këqijat. Merr frymë
për 4 sekonda. Fokusohu tani te këmbët e tua. Ndjej këmbët e tua, shputat e këmbëve, pjesën e këmbës që mbështetet në tokë, gishtat e këmbës tënde. Nëse kemi shumë gjëra në mendje, humbasim kontaktin me trupin tonë. Relaksoje trupin. Lëshoje çdo muskull të jetë i lirë. Ti mundesh çdo moment ta relaksosh trupin tënd. Relakso këmbët që të jenë të lirshme. Lëre frymarrjen të rjedh lirisht. Fokusohu tek pjesa e këmbës poshtë gjurit. Lere të qetë muskulaturën që të qarkulloj energjia në trupin tënd. Kujdesu që muskujt të jenë të lirë. Fokusohu tek pjesa e sipërme e këmbës mbi gjuhë. Lëri këmbët të lira. Lejoj komplet muskujt e këmbëve që të jenë të lira. Lëre frymarrjen të lirë. Me çdo frymarrje ti merr energji dhe dritë. Fokusohu tek vendi ku je ulur. Lëri të gjithë muskujt të lirë. Lëre energjinë të rjedh prej kofshës së këmbës deri tek majat e gishtave. Në çdo frymarrje lëre energjinë të rjedh në trupin tënd. Fokusohu tek pjesa e mezit të trupit tënd dhe pjesa e fundit të barkut. Lejoje muskulaturën të jetë relaksuar dhe lejoje energjinë të qarkulloj në trupin tënd. Me çdo frymarrje ti merr dritë, energji pozitive. Fokusohu tek pjesa e sipërme e shpinës dhe gjoksit tënd. Lëre energjinë të rjedh prej pjesës së sipërme të trupit deri tek gishtat e këmbëve. Me çdo frymarrje e mbush trupin me dritë dhe energji dhe largon sikletet prej trupit. Përqendrohu tani tek shpatullat e tua, duart dhe krahët e tu. Me çdo frymarrje, dërgoj dritë dhe energji këtyre pjesëve të trupit. Relaksoj shpatullat, lëri të bjenë, lëri muskujt biceps dhe triceps të lirë. Lejoje çdo muskull të relaksohet në duart e tua. Ndoshta janë duart apo gishtat e tu të mbledhur. Leri të lirë, leri të qarkulloj energjia që merr me çdo frymarrje. Ti je relaksi, ti je lëshuar. Fokusohu tani më së fundi tek qafa jote dhe koka jote. Merr frymë me dritë dhe energji në mendjen tënde, në trupin tënd, në gjithë presionin që ke në kokë, lëre të shkojë me frymëzjerjen. Me çdo frymarrje e furnizon kokën me oksigjen dhe e lë të qetësoj mendimet. Kujdesu për frymarrjen tënde me energji dhe dritë dhe lëri gjithë ato që ke merak ose të mundojnë, lëri të shkojnë. Fokusohu
Tani tek fytyra jote. Leri muskujt të lirë. Lere nofullën të lirë dhe kryesisht nofullën e poshme. Lere të lirë, si kur do bjerë në tokë. Gjithë trupi është tani i relaksuar dhe me çdo frymarrje mundesh që nga maja e kokës deri në fund të gishtave të këmbës t'i japësh energji pozitive dhe dritë. Me çdo frymarrje t'i nxjerr mendimet e këqija. Bëje edhe një herë për herë të fundit. 4 sekonda merr frymë dhe 4 sekonda nxjerrë frymën. Ndoshta e ndjen në stomak një ndjenjë të mirë që të përshkruan barkun. Pranoje këtë ndjenjë. Lere të qëndrojë në trupin tënd. Ti je mbrojtur dhe në siguri. Gjithë trupi është i relaksuar. Merr frymë thellë me dritë dhe energji pozitive dhe nxirre frymën me mendimet negative. Pranoje trupin tënd me shumë dashuri dhe lehtësi, se si mbushet me energji dhe me dritë. Drita vjen gjithmonë më shumë. Shkon në çdo qelizë, gjithmonë më shumë dashuri që ngron trupin tënd dhe çdo qelizë të trupit tënd. Kjo dritë e dashuri është në formë rrethi në trupin tënd dhe shpërndahet tek zemra jote, tek kraharori yt, tek mezi i trupit tënd, shpatullat e tua, në duart dhe këmbët e tua, në kokën dhe qafën tënde. Gjithë trupi yt rrezaton dhe ndriçon nga drita dhe dashuria. Ti je drita. Ti je dashuria dhe gjithçka negative është zhdukur. Problemi ose personat që të shkaktojnë probleme, bekoji dhe uroju atyre ose problemeve gjithë të mirat. Bekoje dhe uroje çdo të mirë. Dërgoji personit ose problemi dashuri dhe uroji me gjithë zemër çdo të mirë. Je falenderues që e kalove këtë sfidë dhe rritesh me këto emocione. Çdo gjë është vetëm kalimtare dhe ne mund të zgjedhim vetë çfarë duam të lejojmë në jetën tonë. Ka faza të ulta dhe të ngritura. Pas dimrit vjen vera. Dhe kështu është çdo gjë. Prandaj, akceptoje ashtu si është dhe merr frymë thellë me dritë dhe energji dhe nxirre çdo të keqe jashtë. Merr dritë dhe energji me frymarrje dhe lere të shkojë negativitetin me frymënxjerrjen. Është koha të kthehesh ngadalë këtu dhe tani. Lëvizme ngadalë gishtat e këmbëve dhe të duarve dhe kthehu këtu. Hapi me kujdes sytë dhe shijoje ndjenjen e dashurisë dhe energjisë që përshkroi jetën tënde.